Ministri Britanik i Mbrojtjes John Halley ka vendorheqën duke filluar tensionet brenda qeverisë së kryeministrit Keir Starmer. Shkak për largimin e tij është bërë mosmarrveshja mbi nivelin e financimit të forcave të armatosura dhe vonesat në miratimin e planit të investimeve në mbrojtje. Në letrën e dorëheqjes drejtuar Starmer, Halley shprehet se qeveria nuk ka treguar gatishmërinë e nevojshme për të financuar mbrojtjen kombëtare në një periudhë kur rreziqet globale janë shtuar ndjeshëm. Ti nuk ka qenë në gjendje dhe thesari nuk ka qenë i gatshëm të angazhojë burimet që i nevojiten kombit për të mbrojtur vendin në këtë kohë kërcënimesh në rritje, shkruan Halley. Sipas ish-ministrit, një analizë e përbashkët e qeverisë e përfunduar në muajin janar evidentoi qartë sfidat dhe rreziqet në rritje për sigurinë e Mbretërisë së Bashkuar, por angazhimet financiare të kërkuara nuk u materializuan. Halley argumenton se situata ndërkombëtare është bërë edhe më e ndërlikuar muajt e fundit, duke përmendur konfliktin në lindjen e mesme, rritjen e aktivitetit rus kundër vendeve të NATO-s për shkallëzimin e luftës në Ukrainë dhe angazhimet e reja ushtarake britanike. Kërkesat ndaj mbrojtjes janë rritur më tej ashtu si edhe angazhimet e Mbretërisë së Bashkuar ndaj aleatëve, thekson ai në letër. Mosmarrveshjet mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe thesarit britanik për financimin e ushtrisë kanë zgjatur prej muajsh, duke bllokuar përparimin e planit strategjik të investimeve ushtarake. Dorëheqja e Halley konsiderohet si një goditje politike për qeverinë e Starmer në një moment të ndjeshëm për sigurinë ndërkombëtare.